Si rezultat i rënimit të objektit të ish monopolit në hyrje të qytetit të Tetovës, është shkaktuar ndoqje e madhe e ambientit nga pluhuri. Kjo shkaktoi reagime të mëdha në opinion. Lëvizja Eko Guerilla kërkon nga organet kompetente të komunës së Tetovës të kërkojnë përgjegjësi për mos respektimin e dispozitave ligjore, për ndërtim nga kompanitë që realizojnë punimet dhe atë me theks të veçantë ligjin për sigurinë në punë si dhe ndoqjen e ambientit. Kërkojmë inspektim urgjent të punimeve nga Inspektorati për Ndërtim dhe Inspektorati Ekologjik. Të kontrollohet nëse punëtorët e përfshirë në projekt po përballen me kushte të rrezikshme pune, pa pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe pa zbatim të rregullave të sigurisë teknike. Kjo do të ishte një shkelje e rëndë të drejtave të tyre dhe një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën. Emetimi i pluhurit në masë të madhe, jo vetëm që dëmton cilësinë e ajrit, por gjithashtu rrezikon shëndetin e qytetarëve, veçanërisht të atyre me sëmundje respiratore. Është detyrim moral dhe ligjor të sigurohet që projektet e ndërtimit të realizohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me standardet, duke mbrojtur interesat e të gjithëve, reaguan nga lëvizja Eko Guerilla. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, theksoi se reagimet në opinion kanë arritur edhe në komunë dhe tha se inspektorati komunal ka dalur në terren dhe pret të përgatitet raport. Është dërguar, dje edhe të unë kanë ardhur reagime, është dërguar inspektorati dhe unë pres që këto ditë inspektorati do dalë me përgjigje se çfarë ka ndodhur në atë lokacion. Reaguan edhe këshilltarët e Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Tetovës. Këshilltari i kësaj partie Liridon Disha tha se aty ku në vitin 1944 u grumbulluan mbi 10.000 shqiptarë dhe mijëra të tjerë u masakruan, sot gërmohet pa asnjë kontroll ligjor, pa u përkujtesur fare për historinë e qytetit. Ata kërkuan urgjentisht ndërprerje të punimeve pa praninë e autoriteteve shtetërore. Kërkojmë urgjentisht ndërprerje të menjëhershme të punimeve ndërtimore në këtë zonë, pa praninë e institucioneve dhe autoriteteve shtetërore në vendngjarje. Ftojmë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe hetues kriminalistik për dokumentim zyrtar të çdo gjetjeje, Prokurorinë Publike për hetim penal, Entin për mbrojtjen e monumenteve historike dhe zyrën e trashëgimisë kulturore të Maqedonisë së Veriut për të vlerësuar rëndësinë historike dhe në rast të gjetjeve të aktivizohen arkeolog dhe ekspert të fushës. Komisionin për personat e zhdukur nëse ka dyshime për vareza masive. Bashkësinë Fetare Islame si pronare e vakëfit, e cila mund të jap informata shtesë mbi varezat e vjetra që gjenden në një pjesë të kësaj parcele. Ndryshe lidhur me shitjen e pronës së ish monopolit ka pasur shumë reagime në opinion.